njofton Blerina lidhja për ty. Përshëndetje Afrodita për ju në studio, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e gazetës. Aktualisht jam në katin e dytë, ndoshta të themi kështu, tek shtëpia ku sot gjatë ditës është rënuar për shkak që kjo shtëpi, pra sipas autoriteteve lokale të komunës së Prishtinës, paraqiste rrezik shembje dhe kjo komunë pra e ka marrë edhe këtë vendim që sot të rënohet kjo shtëpi. Siç po shihet edhe prej pamjeve, shtëpia është rënuar e tëra sot gjatë ditës pas këtij vendimi të komunës së Prishtinës, ndërkohë kujtojmë që para 2 ditësh, pra saktësisht të martën e kësaj jave, komuna e Prishtinës se pati në plan që kjo shtëpi të rënoj, por kjo është shtyr për 2 ditë për shkak që banorët e kësaj shtëpie refuzonin pra rënimin e kësaj dhe gjithashtu kërkonin edhe kompenzim të dëmit. Sipas autoriteteve lokale, kjo shtëpi është rënuar për shkak të rrezikut pra të shembjes dhe gjithashtu ky vendim është marrë për shkak që sipas tyre kjo shtëpi ka qenë e ndërtuar në hapësirë publike. Por që banorët e kësaj lagjeje pra edhe kanë kërkuar që një vit gati që të i kompenzohej dëmi i kësaj shtëpie dhe gjithashtu ata e kanë mohuar se kjo shtëpi është e ndërtuar në pronë komunale. Ata kanë thënë se shtëpia është e tyre dhe është e ndërtuar në tokën e tyre. Gjithashtu para një viti saktësisht me datën 27 maj të vitit 2025, veç kanë filluar edhe shembjet e para lëvizjet e para të shembjes të themi kështu të kësaj shtëpie, ku sipas banorëve ata kanë qenë brenda shtëpisë dhe rreth orës 22 të asaj mbrëmjeje ka filluar që sinjali i parë ka qenë të ndërprehet energjia elektrike, më pas edhe furnizimi me ujë të pijës. Gjithashtu ata e kanë dëgjuar edhe një lloj tërmeti dhe kanë dalë me njëherë jashtë, e kanë parë gjendjen dhe janë larguar nga kjo shtëpi. Sipas banorëve të shtëpive, gjë që edhe pak më herët unë veç tentova me marrë edhe një prononcim dhe një qëndrim prej banorëve të kësaj shtëpi.